Si u thotë shqiptarët e Edi, thotë po që në tokët e juja ju të kënaqeni që po vinë të ne këto investuesit e huaj edhe po investojnë në tokët e juja, në tokët që ua ka marrë. Ju të kënaqeni, thotë, se do vinë do bëjnë hotele, edhe do i shifni ato kur bëjnë pare në tokën e juaj, do i shifni ato kur të kënaqen plashe. Është si të thush atyre fshatarëve të mi. Kam unë komshit e mi, kam ata xhexhallarët e mi, farefisin tim, jo Fadilin, jo Qazimin, jo Çetin, jo Kujtimin, jo Remin, jo Sabriun, e këtë dio platet për plat. Edhe vi martokët unë atyre, po qasë kam fuqi, jam si Edi Rama. I martokët e thonë, po që halli keni ju, që mora, unë tokët e ju dhe shifti këtu, çfarë prodhimi do të bëhet këtu. E do të sjell njerëz nga Tirana, të punojnë t'i vjelin, edhe do të bëj atë, do të bëj ca kështu kalibe për pushim, kur të lodhen punëtorët që të rinë fresk aty edhe të shijojnë edhe bostonin atë që kanë miell. Edhe do thonë të fshatarët e shkret, po mirë. Ne do ulim, po ju s'do uli aty. Së do jetë për klasën elitare, ju s'do ulin aty fshatarëve të mi. O idiot, o Edi Rama, i ke bo hesapet pa hëngjin, së mësu të utallet me Salin, me Belinda Ballukun, që jo ja heqim mandatin, jo s'ja heqim, që s'pranon të t'ja hiqë dhe Sala, pavarësisht që bo zhurë më t'ja i trohoqë ato, mos ja heqin e dita, u mësut me njëni tjetën, ju badakçi, keni bo këta pallavra me njëni tjetën, por ja tashti është tjetër popull kë. Deshet të diasporën, ta tërgojmë ne të ty tash diasporën me qenë birë qeni, mërzara gjithë, të dy e juve, të dy o hala bakët, se Shqipërin tonë e kanë lakmu për jetë të jetëve, shekull mas shekulli, miliona mas miliona vjetës do da lakmojnë dhe do jetë aty si që ka netë e shqiptarve. Do bohën lulloj pazaresh me ju o klysh o maskarej, po gjitha do jenë pavlefshme. Zdo t'i gëzoni ato para që keni marrë do t'ja marim, po ju keni bela hesapa për qëru në qose keni impliku me këto pislit që të ju edhe botën jashtë nesh, se do ju kërkën paret një, sa mi gjoka ju përshnet, rinia ime, rinia jonë, ju në dhatë shpres, ju në dhatë jetë, se ardhmje juj do jetë ndryshe, se ju s'do jeni si ne, që kemi lëpijet që kemi pështyjet dhe kemi pështy prap të nesërën, mos i kemi dhënë votat, por të anku, sikur në kanë detyruar tjertë me forcë, që qeverina ka të rrethu dhe prap këtë qeveri, kemi votu se s'kemi pas edhe tjetër, nuk kemi pas tjetër. Sot, ju jeni ndryshe. Çdo të ndodhë nesër, nuk është për mu ta mendoj. Si gjithë shtetet dhe tjera, do kemi gjithmonë. Nuk mëron rruga. Rruga vazhdon, por nuk mundet të dërojmë o pislekun që kemi përpara, ta heqim, ta spastrojmë. Ju lumt, ne jemi me ju rinia jonë. Jemi me ju se ju e moret vetë në dorë fatin e jetës uj, të ardhmës uj, të fëmijëve t'juja, sa mi gjohë t'juj, fëmijëve t'juj, si po përshë Shqipja. Edhe një herë, pra, të mbyllim e jetë tha shqiptarëve ju dha, po gjithët certifikatët jeni të knaq, so do vinë ato biznismenet e huj, do e morin falës, ne e japin falës, sa është biznis strategjik, ato s'do të në paguajnë asgjë neve. Ato bile do i sjellin dhe punëtorët nga jashtë, po ju të kënaqë se do i shifni aty nga larg, nga Kodra, sa afër s'mund kaloni ju. So do jetë biznes elitar. Ju zaraxhit e mi. Hypni gamari dhe shkoni gjeni ne pas lumesa dhe ato do t'i marrin. Ikni jashtë shtetit. Lani halet atje se këtu do sjellim nga Pakistani të punojnë. Edhe do sjellim ato të hujt që janë plazhet e juja, të qif deri në anën ty, e kush vjen mrapa ty, sa më gjoka ju përshnet.
deri kur të mbyllim këtë, se ky telefoni im, unë s'kam parë të blej një telefon të ri, Edi Rama. Ka krejt teknologjin që punon me ChatGPT e bona i gjithë ata që do hynë në Evropë. Nuk ka nevojë nëse janë as janë të vërteta. Por mirë, të na fusin në Evropë, nuk do ishte keq. Se pastaj do ishte ndryshe, mbron Evropën, ata që s'e mbrojnë.